Lezhë po një rritje të qëndrueshme të fluksit turistik, duke u shndruar gjithnjë e më shumë në një destinacion që ndërthur historinë, kulturën dhe natyrën. Vetëm gjatë këtij sezoni, numri vizitorëve në monumentet kulturore dhe atraksionet natyrore ka shënuar rritje krahasuar me një vit më parë. Pika më e vizituar mbetet memoriali i herojit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, ndërsa turistët po zgjedhin të eksplorojnë edhe muzeun arkeologjik Kalan, si dhe destinacione të tjera me vlera historike dhe natyrore. Sipas përgjegjësit të trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lezhë, Paulin Zefi, interesi turistëve është në rritje, ndërsa muzeu arkeologjik i hapur së fundmi është kthyer në një nga pikat më të frekuentuara. Vizitorët vijnë kryesisht nga vendet e Europës Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk mungojnë as turist nga rajoni. Këtë vit vihet re në krahasim me njëjtën periudhë vitit kaluar me 6 muajin e 2025, vihet re një rritje nga 13 deri në 15% nëse marrin në të përgjithshme në total. Me gjitha sitet kulturore, këto që baktin, këto që administron Bashkia Lezhë. Objekti kryesor se vazhdon të marrën edhe numrin më të madh dhe vëmendjen më të madhe, vazhdon të jetë, si gjithmonë, memoriali vendvarrimit Gjergj Kastriot Skënderbeut, ku në krahasim me vitin e kaluar, kemi një rritje këtu shkon gati 20%, më shumë se sa viti i kaluar. Nëse vitin e kaluar, faktikisht 2 vitet e fundit, 2024-2025, kemi pasur turista kryesisht nga shtetet si Izraeli dhe pas tij Anglia dhe Spanja. Këtë vit, 4 muajin e parë kanë qenë kryesisht turistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa maj dhe qershor janë kryesisht nga Anglia dhe Spanja, edhe në vend të tretë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po nëse marrim në total krejt 6 muajin e parë, dominojnë turistët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atraksioni më i ri turistik, i cili po merr vëmendje, edhe se rezultati i promovimit që kemi përdorur, strategjisë sonë promocionale, është pikërisht edhe, po themi, edhe aseti më i ri si është shtuar Bashkisë Lezhë, edhe trashëgimisë kulturore në Lezhë, pikërisht Muzeu Arkeologjik i Lezhës. Vazhdojnë gjithnjë e të rritet gjithnjë më shumë numri vizitorëve, kryesisht kemi pasur periudhën e parë kur kemi hapur në datën 18 maj dhe deri nga gjysma muaj qershor kryesisht nxënës dhe student, ndërsa 2 javët e fundit të muajit qershor kanë qenë kryesisht vizitorë të moshë të rritur dhe turistë huaj. Edhe këto kryesisht nga vende si Anglia, Spanja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njësoj si memoriali. Deri tani në total numri i vizitorëve në të tre këto pika, bëhet fjalë për memorialin vendvarrimit Gjergj Kastriot Skënderbeut, muzeun etnografik, përfshi dhe muzeun arkeologjik pra sfundmi, ka shkuar rreth 25.000, prej të cilëve 15.656 kanë vizituar memorialin vendvarrimit Gjergj Kastriot Skënderbeut, pra përbën numër më të madh pikërisht këtu tek memoriali. Edhe pse shumë prej tyre zgjedhin fillimisht Bregdetin e Shëngjinit apo Tales, gjithnjë e më tepër turist, po i kushtojnë kohë njohjes së historisë së Lezhës, duke vizituar monumentet, muzet dhe zonat natyrore që ofron Bashkia. Me kombinimin e trashëgimisë kulturore, peizazheve natyrore dhe vijës bregdetare, Lezhë po konsolidohet si një nga destinacionet turistike më të rejste të veriut të Shqipërisë.